Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi mbledhjen e Asamblesë Socialiste për të ndalur sërish tek situata e çmimit të naftës. Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës, çka e kemi përdorur siç mund ta mbani mend edhe më parë, dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Teksa paralajmëroi se situata mund të përkeqësohet, kreu i qeverisë sqaroi se qeveria nuk do të lejojë abuzimin me çmimet. Kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror i cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë, dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Rama ju rikthye edhe çështjes së drejtësisë duke shpjeguar edhe një herë se pse mazhoranca nuk ndërhyn në çështjet e gjyqësorit. Ne nuk kemi asnjë pushtet me kapacitetin për të ndërhyrë në këtë zinxhir. Dhe nëse nuk ke kapacitet të ndërhysh në këtë zinxhir, siç ka ndodhur në të gjithë historinë përpara se sa ne të merrem përsipër këtë qasje rrënjësisht të re, atëherë nuk ke se si të kesh, e lërë më pastaj të akuzohesh për kontroll mbi pushtetin gjyqësor. Megjithatë pranoi se drejtësisë së re duhet kohë për të arritur në nivelet e larta të profesionalizmit. Nëse reforma në drejtësi dhe pavarësimi i drejtësisë do të ishte bërë 35 vjet përpara, sot do ishim duke folur gjëra krejt tjera. Dhe sot ne frymëzuesit, mbështetësit, udhëheqësit e reformës në drejtësi, jo vetëm që flasim gjëra të tjera nga ato që mund të flisnim nëse reforma do ishte bërë 35 vite më parë, por jemi detyruar të dëgjojmë edhe shumë gjëra të cilat absolutisht nuk na takojnë. Ashtu si në Asamblenë e Shtatorit, Rama lajmëroi se do të çojmë përpara ligjin për referendumin gjatë këtij sesioni parlamentar. Ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Se ka dhe tema të tjera që ma ha mendja mua, do të na vlejnë shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve, dhe t'u lëmë shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Pas fjalës së kryeministrit, mbledhja vjoi me dyert të mbyllura në resortin Melia.